Përshëndetje, jam pak smut, po cili është emri I vërtet I nënës Teres, fituesës së çmimit Nobel për paqe? Kuku. Ku ju kujtu kjo pyetje? Jo, s'po pa më mirë se s'jam I sigurt. Çfarë produkti ushqimor I hidhet çiftit të sapomartuarve për prosperitet? Tenan Kosovë, oriz ose sheqer? Kush I shkroi Iliadën dhe Odisen? Shakespeare. Hamlet. Shakespeare. Sa vjet zgjat një mandat presidencial në Shqipëri? 5. Nëse s'gaboj. Cili është lumi më I gjatë në Shqipëri? Drini. Cila stiliste franceze shpiku fustanin e zi të shkurtër, Little Black Dress, dhe parfumin e famshëm? Wallahi, bre. Ide s'kam. Aq ngjyra ka ylberi? Sa ngjyra po menon, 7. Drejtori sportiv I Milanit është shqiptari? Ky që... Pas. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? 17 shkurt 2008. Luan aktualisht me Sunderlandin në Angli, kapiteni I kombëtarës së Zvicrës me origjinë shqiptare Granit Xhaka. Kush e ka shkruar poemën Lahuta e Malësisë? No, la polizia, no. E kam kry. Ja, s'ka shanca. Sa shtete ka Shëbaja? 55. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjeksi në vitin 1998? Në mjeksi? Cili shkencëtar? Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Kelly? Pa e ty, be këto, veç ajo Gjuela, mundet me ditë, mos është kjo leje. Së më interesant. Cili balerin shqiptar u bë I famshëm në Itali përmes programit televiziv Amici? Ky Ilir Shaqiri? Cili planet njihet si planeti Kuq? Marsi? Cila këngëtare e lindur në Prishtinë ka fituar disa çmime Grammy dhe njihet për hitet New Rules dhe Levitating? Dua Lipa. Cila markë italiane ka si logo kokën e Meduzës? Versace? Po Versace? Sa vite ka një shekull? 100 vite. Cili stilist spanjoll njihet për këpucët me taban të kuq? Çka është fjala taban, mëne? Cili stilist spanjoll njihet për këpucët me taban? Jo, punë me stilista, la ta shojmë sa fitin. Në modë që ka punu. Kush I luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Unë nuk e kom ba qëtë film. Cila këngëtare me origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? Bebe Rexha.
Personazhi i përrallave që veshi këpucë kristale, Hirushja. Kush janë dy vëllezërit shqiptar që u përballan me njëri tjetrin në Euro 2016 duke luajtur për kombëtare të ndryshme Shqipërinë dhe Zvicrën? Është Gjaka, vëllezërit Gjaka janë Gjordani Graniti dhe në cilin kontinent ndodhet Egjipti, Azi. Artistja e famshme amerikane që interpretoi këngën Diamonds Are Girl Best Friend, duke bërë ikonë e stilit. Diamonds are girl's best friend. Monroe hype. Mona Lisa. Piktura famshme e Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Cili film i vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës me ngjyrë roz? Barbie, po m'duket. Kush ishte mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Roman? Histori, mbretëresha e Egjiptit. Cila ditë e vitit njëjtë si dita e gënjeshtrave? O çdo ditë. Nuk e di. Cili sport njihet ndryshe si tenisi i tavolinës? Ping pong. Perimja që i bën njerëzit të çajnë kur e presin? Çepa. Njësia monetare, moneda zyrtare e Anglisë është funta. Kush është autori i romanit Gjenerali i ushtrisë së vdekur? Inshallah se gaboj Ismail Kadare. Kombëtarja shqiptare e futbollit u kualifikua për herë të parë në cilin kampionat evropian? Që shqipjan tash herën e fundit 2024. Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s, cili instrument muzikor që përdoret në veri të Shqipërisë. Oh my god, lahuta. Sa shenja horoskopi ka? 12. Cili vend njihet për shpikjen e picës? Italia. Cila kafshë njihet si mbreti i xhungullës? Luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo. Çfarë do të thotë shkërtesa AI në anglisht në teknologji? Artificial Intelligence. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Nuk e di. Eposi shqiptar njihet si eposi i Nuk e di. Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Argentina. Një herë në sa vjet bën zgjedhjet në parlamentare në Shqipëri? 4. Në herët jashtëzakonshme, po 4. Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit? Në cilin qytet? Paris. Francë. 3. Sa ngjyra ka flamuri i Gjermanisë? 3 ngjyra.
Cila gjudiste nga Kosovë fitoi medaljen e parë e artë olimpike për vendin e saj. E para e artë ka qenë Majlinda Kelmendi, nuk pedia e ka ma... Jo, Distria Krasniqi. O ka qenë e para, Majlinda. Sa lojtar ka një ekip volejbolli në fush? Gjasht. Krya. A u kry? A u kry? Tong. Vazhdo.